Bujqësia ka qenë historikisht sektori më pak i kredituar nga bankat në Shqipëri. Arsyet për mungesën e financimit në këtë fushë janë të shumta, që nga informaliteti i lartë, vështirësitë në sigurimin e biznesit nga shoqëritë e sigurimit dhe deri tek paqartësia e titujve të pronësisë dhe pamundësia për të lënë kolateral. I ngritur si shqetësim nga media dhe shoqatat e biznesit, qeveria e parë socialiste ndërmori një nismë në bashkëpunim me Bankën Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim dhe Bankën e Shqipërisë për të rritur kreditimin në bujqësi dhe agropërpunim. Në këtë linjë, qeveria dhe Bersh do të vinin në dispozicion të bankave të nivelit të dytë, një fond i cili do të garantonte riskun e mospagesës së kredisë në këtë sektor si formë kolaterali. Në këtë mënyrë, interesat për huat që bankat do të jepnin ndaj fermerëve do të ishin më të ulta dhe kreditimi për sektorin do të rritej. Rezerva dispozicion është rreth 300 milion euro. Mundësia reale për thithje është minimalisht 50 milion euro në vit. Ndihmë më të madhe për fermerët shqiptar nuk mund të kishte. Ndaj në janar të vitit 2016, Parlamenti ratifikoi marrëveshjen e bashkëpunimit nëpërmjet Këshillit të Ministrave, të përfaqësuar nga Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave, Ministrisë së Financave dhe Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim në lidhje me lehtësimin e mbështetjes së agrobiznesit, llogari bashkëpunimi. Marrëveshja kërkonte angazhimin e 36 milion eurove nga qeveria shqiptare në drejtim të një llogarie të veçantë që Bersh do të kishte me qëllim mundësimin e mbulimit të riskut për kredit në sektorin e bujqësisë. Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim, nga ana e saj do të angazhonte 100 milion euro. Bersh më pas do të lidhte marrëveshje me bankat e nivelit të dytë në Shqipëri, të cilat do të garantonin në rast mospagesash. Për këtë, u caktua një fond me vlerë 136 milion euro. Gjithashtu, një pjesë tjetër e parave do të shkonte për asistencë teknike, kërkime, këshillime dhe strategji për zhvillimin e sektorit të bujqësisë dhe agropërpunimit. Mbas 100 milion të parë nga qeveria, u premtua angazhimi i 80 milion eurove të tjera. Të gjitha në ndihmë të fermerëve që të rritnin biznesin dhe ta konsolidonin atë. Por vitet kaluan dhe se çfarë ndodhi me këtë skenë të pompuar me të madhe për muaj me radhë, askush nuk mësoi asgjë. Unë jam këtu për të vazhduar t'i flas njerëzve në fshat për një mundësi të re që ne kemi kriju. Për të ndërtuar një linjë të re financimi të sipërmarrjes në fshat me paratë e shtetit për të garantuar kredit e atyre që aplikojnë për t'i marrë si fermer. Kemi negociuar me Bankën Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim që të bëhet ajo palë dhe ky fond zëvendëson secilin për jush kur vjen puna për të aplikuar në bankë dhe për të marrë një kredi bujqësore me garanci nga shteti. Është një ndryshim themelor. Kredia që bankat kishin dhënë për bujqësinë deri në fund të vitit 2016 zinte vlerën totale një stoku prej 72 milion euro. Por pas nisjes së këtij programi, e dini se si shkoi stoku i kredisë së fermerëve? Në dhjetor të 2017-s, kredia gjithsej për sektorin rezulton 53.6 milion euro, disa herë më pak se sa premtimi i dhënë. Ndërsa në fund të vitit 2020, kredia për bujqësinë, pyjet dhe peshkimin ishte gjithsej 58 milion euro. Nga shifrat, duket se skema kishte dështuar me sukses. Jo vetëm që 180 milion euro të premtuara nuk ishin vënë në dispozicion të fermerëve, por kishte ndodhur e kundërta. Kredia në vend që të rritej ishte ulur. Në total, Ministria e Bujqësisë kishte derdhur në llogarin Bersh deri në janar të vitit 2021 pak më shumë se 15 milion euro. Edhe pse marrëveshja e ratifikuar në vitin 2016 detyronte që të kalonte 10 milion euro pas hyrjes në fuqi të saj, 12 milion euro deri në janar të vitit 2017 dhe 14 milion euro në janar të 2018-s. Së në shkurt, as gjysmën e shumës që detyrohej, edhe pse nuk dihet saktë se sa para kishin shkuar për të ndihmuar bujqit përmes kredisë dhe sa për të paguar konsulentët e tyre. Ajo që fermerët mund të mbajnë mend ishte një fjalim i ministres së bujqësisë në vitin 2021, Milva Ekonomi, në të cilin thuhet: nga fillimi i programit, institucionet financiare partnere kanë disbursuar 6.098 kredi me një volum prej 65.2 milion euro, të cilat injektohen direkt në sektorin e bujqësisë. Sektorët kryesor të volumeve të disbursuara janë agropërpunimi dhe bujqësia primare me 28.4% dhe 27% të portofolit respektivisht. Po ku u gjet shifra 65 milion euro, ku stoku gjithsej i kredisë për bujqësinë ishte 58 milion euro në fund të vitit 2020. Fjalimi i ish-ministres është mbajtur më 25 mars të vitit 2021, kur ajo propozoi ndryshimin e marrëveshjes me Bankën Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim, me qëllim që kjo linjë kredie të mbulonte dhe riskun për uat në sektorin e turizmit, si një fushë e prekur nga pandemia e COVID-19. Në marrëveshjen e re, qeveria shqiptare angazhoi që të financonte sërish total 36 milion euro, ku 15 ishin dhënë nga Ministria e Bujqësisë
e cila do të shtonte edhe 15 të tjera, ndërsa Ministria e Turizmit do të jepte 6 milion euro për të mbuluar kredit në sektorin e turizmit. Linja e premtuar e kredis për bujqësinë mbetet sërish 180 milion euro, po aq sa edhe në marrëveshjen e vitit 2016, por me një ndryshim të vogël, sepse këtë herë lejoi që të përfshihej edhe sektori i turizmit, por me një kusht. Nuk mund të shkonte më shumë se 30 milion euro të kësaj linje për turizmin, 150 do të duhet të ishte patjetër për bujqësinë dhe agropërpunimin. Bersh parashikon vënien në dispozicion deri në 100 milion euro, e cila pritet të mbështesë angazhimin deri në 180 milion euro të nivelit total të HUAS, nga të cilat deri në 30 milion euro në mbështetje të financimit të sektorit të turizmit. E po mirë, një 30 milionsh për turizmin nuk ishte ide e keqe, por problemi është që gjithçka mbeti në letër dhe kjo histori u harrua njësoj si premtimet në fushata. Por në zgjedhjet elektorale të maj 2025, avazi u rikthye sërish dhe kryeministri Rama do të vinte edhe një herë në qendër të programit mbështetje në bujqësisë me kredi të buta. Sektori, sipas kryeministrit, vazhdonte të mbetej më pak i financuari, edhe pse ai ishte prej 12 vitesh kryeministër. Kohë në të cilën vetëm 2% e totalit të kredisë për ekonominë shkonte për bujqësinë, ndërkohë që fermerët ishin grupi më i pambështetur. Për të korrigjuar sa më parë këtë problem të madh strukturor të ekonomisë sonë, qeveria do të lançonte një garanci sovrane, e cila do të mbulonte riskun në rast mospagese të UAS nga bujqit dhe interesi i kredisë do të ishte i ulët. Dua të falenderoj sinqerisht guvernatorin dhe ekipin e Bankës Qendrore, por njëkohësisht edhe të gjithë përfaqësuesit e bankave të nivelit 2 këtu të pranishëm për një proces që e kemi nisur disa kohë më parë dhe që sot e kurorëzojmë në mënyrën më inkurajuese edhe më optimiste, me vendimin e Bankës Shqipërisë për të hapur një linjë të re inovative financimi prej 250 milion eurosh për ndërmarrjet e vogla të mesme me fokus tek bujqësia dhe marrëveshjen e nënshkruar mes Bankës Qendrore dhe bankave të nivelit 2 për ta jetësuar këtë linjë financimi në funksion të projekteve, të investimeve në sektorin e bujqësisë në radhë parë. Eksaktësisht, të njëjtat premtime të vitit 2016, aq sa na ngjan me një deja vu. Bujqësia është një nga sektorët me peshën më të madhe në prodhimin kombëtar të vendit, peshë që dikur zinte 20% të PPB-s dhe ka rënë rreth 18%, por shtërisht është më pak i financuari. Këtu, kryeministri ka të drejtë, por ajo që nuk na dha si përgjigje ai është se pse linja e parë për mbështetjen e kreditimit të këtij sektori nuk eci, por parat shkuan të gjithë për sektorin e turizmit për të financuar ndërtimin e hoteleve me 5 yje, pas propozimit që kishte bërë vetë ministre e bujqësisë Milva Ekonomi. Dhe vendosëm të drejtohemi me një kërkesë për informacion të gjitha institucioneve të përfshira në këtë marrëveshje për të parë se sa kredi është dhënë për të mbështetur bujqësinë. Më datë 10 prill 2025, i dërguam një shkresë ministres së asë kohë, Anila Denaj, dhe i kërkuam informacion për bankat e autorizuara, numrin e përfituesve, emrat e tyre, shumën e kredisë së dhënë dhe nëse kredit kanë performuar si duhet. Kjo për të kuptuar që nëse nuk janë paguar, sa prej tyre ka paguar buxheti i shtetit i vënë në dispozicion për këtë qëllim. Në një përgjigje të thunguar, Ministria thotë se Bersh ka lidhur nën marrëveshje me kreditim ndaj sektorit të agrobiznesit me 6 institucione financiare, Intesa San Paolo, OTP Bank, Raiffeisen, Procredit dhe NOA, me fondin Besa që janë shkëputur nga programi, por nuk na dha ecurinë e kredisë, edhe pse sqaroi se pjesa e pagesës së shtetit me vlerë 36 milion euro është derdhur e plot në llogarinë e Bersh. Marrëveshja nuk përmban emra apo numër specifik përfituesish. Fondet administrohen përmes institucioneve financiare pjesëmarrëse, të cilat janë përgjegjëse për dhënien, vlerësimin, monitorimin dhe menaxhimin e kredive në sektorin e agrobiznesit dhe turizmit. Ne i pyesim sërish se si ka shkuar linja e kreditimit, sa biznese kanë përfituar, sa është kredia e dhënë dhe sa nga këto para kanë shkuar për ndërtim kapacitetesh, fushata informimi, asistencë teknike e tjerë. Dhe ja se çfarë thot ministria këtë herë. Aktualisht jemi në pritje të përditësimit zyrtar nga Bersh për të dhëna që i përkasin 3 mujorit të fundit. Këto të dhëna do të na mundësojnë të kemi një pasqyrë të plot dhe të saktë mbi zbatimin e marrëveshjes. Pra, ministria nuk di asgjë, edhe pse në marrëveshje ka një nen të posaçëm për transparencën dhe raportimin e ecurisë së skemës, në të cilën thuhet se banka do të sigurojë që ministritë të jenë të informuara në lidhje me aktivitetin e financuar në mënyrën e duhur dhe detyrohet që një herë në vit të paraqesë një program vjetor
dhe të dorëzojë kopje të audituara të pasqyrave financiare. Nisur nga kjo përgjigje pa përgjigje, ju drejtuan Bankës së Shqipërisë si institucioni që asistoi këtë marrëveshje. Por banka i lau menjëherë duart. Ju informojmë se Banka e Shqipërisë nuk disponon informacion mbi çështjet e parashtruara në kërkesën tuaj, pasi nuk është palë në këtë marrëveshje dhe përjedhoj nuk është përfshirë në administrimin apo monitorimin e saj. Më pas provoj me Ministrinë e Financave, e cila është pjesëmarrëse në këtë marrëveshje, por ky institucion nuk dënjoi të përgjigjej, siç nuk dënjuan asnjë pjesë e madhe bankave dhe institucioneve financiare që janë pjesë e marrëveshjes. Do të duhet të dërgonim një kërkesë pranverësh që më në fund të informoheshim. Sipas përgjigjes që na erdhi, në total që nga nisja e skemës e deri më sot janë dhënë 160 milion euro kredi për 6400 biznese. Pas kësaj letre, vjen edhe përgjigja e Ministrisë të Bujqësisë, e cila konfirmon të njëjtat shifra, por pa dhënë emrat e kompanive përfituese. Dhe tani pak vëmendje, sepse këtu gjërat na bën të qarta. Në vitin 2021, kur marrëveshja u zgjeruar për të financuar të sektorin e turizmit, apo për ta thjeshtuar hotelet me 5 yje, siç ka thënë edhe vetë kryeministri, kredia për sektorin bujqësor nga kjo linjë ishte 65.2 milion euro për 6.098 biznese, tashmë afro 100 milion euro. Gati 2 fishë kësaj shume nuk është ndarë në 6.000 si përmarrje, por vetëm në 302 të tilla. Të gjitha për sektorin e turizmit. Sipas një llogarie, përfituesit e fundit të skemës, ata të sektorit të turizmit kanë marrë mesatarisht rreth 310 milion euro kredi, ndërsa 6.098 të parët, pra fermerët, kanë marrë nga 10.600 euro secili. 30 herë më shumë për turizmin, që në fillim ishte si opsion, fundja, jo më kot jemi vend turistik. Tani, një tjetër statistik shumë interesante. Sipas Bankës së Shqipërisë, kredia për sektorin e bujqësisë nga viti 2021, kur u ndryshua marrëveshja, deri në fund të vitit 2025, është rritur me vetëm 1.35 milion euro, ndërsa ajo për akomodim dhe shërbim ushqimor, pra për turizmin, është rritur nga 308 milion në 502 milion euro. Tashmë kryeministri ka nisur një fushat ku premton kreditimin e bujqësisë përmes një skeme të ngjashme, e cila ka nisur të zbatohet dhe quhet Garancia Sovrane 5. Ne kemi vënë dispozicion të bujqësisë 250 milion euro, që mund të shkojnë dhe 1 miliard në rast se do të konsumohen përmes Bankës së Shqipërisë në bankat e nivelit 2, ku të gjithë mund të shkojnë dhe të marrin kredi që janë me garanci nga shteti dhe ku normat e interesit janë shumë më të ulta se sa normat e interesit në bankat e nivelit 2 kur shkohet jashtë kësaj garancie. Por deri më sot, nga kjo linjë është dhënë për financim vetëm 4.8 milion euro, sa 15% e shumës të premtuar përpara fushatës. Po kush i përfitoi të gjitha këto para të vëna në dispozicion? A shkuan në ndihmë të fermerëve në nevojë, të cilët po braktisin tokën dhe po largohen nga vendi, apo për bizneset e mëdha me fuqi dhe njohje? Besoj se përgjigjen e merrni me mend. Kredia e nisur për bujqit përfundoi në xhepat e investitorëve strategjik, madje me nismën të ministres së bujqësisë Milva Ekonomi. Me një qasje tërësisht të dyshimt që në vend të politikave pro sektorit të saj, i orientonte paratë e bujqëve në drejtime të tjera. Zonja Milva, mirëmëngjes, Luela nga Piranjat. Pse e keni ndryshuar marrëveshjen e kredisë për sektorin e bujqësisë agro për punimin? Ja keni kaluar turizmin në kohët kur ju keni qenë ministre bujqësie. Disa vjetë përpara është me zënë drejti sot. Pra pse e keni ndryshuar? A nuk është kjo një nismë kontradiktore, sepse ju ishit ministre bujqësie në atë kohë, jo ministre turizmit. Si është e mundur që nuk ju kujtohet? Nuk e kujtoni fare si? Zonja Milva, janë 180 milion euro, si nuk i mbani mend? A mendoni se ato para i duheshin më shumë hoteleve me 5 yje se sa bujqëve? Zonja Milva, keni një përgjigje për këtë? Nuk e mbani mend. Zonja Ekonomi nuk e mban mend një marrëveshje 180 milionëshe për sektorin bujqësor, nga e cila kanë përfituar vetëm operatorët turistik. Sidoqoftë, ajo tashmë ka bërë dëmin e saj dhe i përket organeve ligjzbatuese të hetojnë shkeljet e bëra me marrëveshjen, e cila nuk lejonte dhënien e më shumë se 30 milion eurove në sektorin e turizmit. Ndërkohë që Ministria e Bujqësisë kërkon ta komentojë me shumë diplomaci këtë dështim të ish titullares, që i shkaktoi aq shumë dëm sektorit që drejtonte. Skema e 2016-s unë nuk do ta quaj dështim, pati angazhim të njësive të agropërpunimit, por
duhet bim dakord për diçka, që parafrimi i sektorit bujqësor dhe i agropërpunimit, po më shumë i sektorit bujqësor, me sektorin bankar, është një parafrim i cili ka munguar për një periudhë shumë të gjatë kohe. Dhe procesi është një proces i cili duhet mësuar nga të dyja palët. Pra neve nuk mund të presim që në mënyrë të menjëhershme neve të kemi, themi, një rezultat i cili është 100%. Dhe me që këtë parafrim me rezultat 100% dhe patën përfaqësuesit e sektorit të turizmit, atëherë zgjidhja ishte fare e lehtë. Le t'i japim këto kredi strukturave akomoduesve të turistëve, një farë realizim plani që ka si protagoniste këtë zonjë, e cila në këtë rast ja hoqi kafshatën bujqëve duke favorizuar zëngjinat e Bregdetit.